Deputeti dhe kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane, zoti Veton Berisha, është këtu me ne në studio, për cilin do të flasim fillimisht për seancën e sotme dhe mënyrën se si po përfundon tash më shumë se 30 herë dhe pastaj do të flasim gjithashtu edhe për të drejtat e komunitetit egjiptian dhe kushtet dhe mënyrën se si ata sot po jetojnë në kohën kur edhe po shënojmë ditët nacionale të këtij komuniteti. Atëherë zoti Berisha, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë si u zeta. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë zoti Berisha që jeni sot këtu me ne. E pam që edhe sot përsëri kuvendi përfundoi me skenarin e njëjtë, shkuat disa votuan, disa nuk votuan dhe seanca përsëri kuvendi mbeti pa konsuar. Si po sqarohet gjithë kjo situatë në kuvendin e Kosovës? Donika është një situatë e çuditshme, është një situatë ku nuk besoj ndonjëri nga ne e ka paramenduar që do të arrijmë të mbajmë mbi 30 seanca për të kryer çështjen elementare zgjedhjen e kryesisë së kuvendit. Ne jemi të zgjedhurit e popullit për të konstituuar kuvend. Edhe normalisht përgjegjësia bie mbi gjithë ne, përfshirë edhe mua në këtë rast, por përgjegjësia kryesore bie tek liderët e partive kryesore. Dihet është e qartë situata për se ku jemi, mirë po në situatën që po shfrytëzohet si e tillë, për shkak të një defekti kushtetues që nuk ka një interpretim për çështjen fjalë që në rast se vjen disa herë një njëjti propozim, a duhet kaloj e drejta e propozimit të mandatarit tjetër. Kjo është një defekt i cili neve po na kushton dhe sigurisht që dikush e ka analizuar mirë dhe ka arritur marrë deri tek ky momentum për të bllokuar njëri tjetrin. Sipas asaj që po e shoh, e kam thënë edhe këto ditë, duket që janë dy grupe të cilat po mundohen me lodh njëra tjetrën politikisht, por në këtë rast ato s'po lodhen asnjëra, po lodhet populli dhe më vjen keq për këtë situatë e cila vërtet jemi gjinë. Unë jam një prej atyre deputetëve. Pra po thua që në vend se të ketë një marrëveshje politike dhe bashkërëndim, ndoshta për ta zgjidhur situatën, po thua që ata më shumë po e shohin që ta lodhin njëri tjetrin të dorëzohet, cili dorëzohet më përpara apo si? Nëse kjo është e dukshme, domethënë çdo gjë është e dukshme dhe nuk ka nevojë një interpretim më profesional se sa me bllokuar njëri tjetrin, dhe kjo nuk është e rastishme. Ndërsa në situatën që jemi, do duhej të kemi marrëveshje politike. Sistemi politik i Kosovës është i krijuar që të ketë marrëveshje politike. Dhe duhet kuptohet se cili që hyn politikës duhet të kuptojë që mund ndodh që qeverisësh i vetëm, por kjo ndodh në raste të rralla. Ishte mandati i kaluar, tani nuk e kemi një shumicë e cila është nga një parti politike dhe normalisht një mandatar i cili nuk i ka 61 deputet të vetat duhet të sigurojë partner për të qeverisë dhe për të krijuar institucionet. Kjo është shumë e qartë, ndërsa pse tentohet me kriju një atmosferë destruktive dhe edhe penguese, për mua është e çuditshme. Kjo atmosferë konsideron që po krijohet prej të dy palëve apo prej njërës më shumë? Për qenë real me ju dhe opinionin e gjanë. Domethënë, dihet mandatari i parë është zoti Kurti, të cilët i takon krijimi i institucioneve, është i parapam. Por në të njëjtën kohë unë kam qenë dhe jam votues i kandidatit për kuvend, kam deklaruar që do ta votoj kryesinë me kushtin që të vijë momenti ta dëshmojmë ai ka zoti Kurti numrat për të bërë qeverinë, sepse vetëm atëherë kuptojmë sa janë numrat. Ndërsa këtë pengesë, domethënë, të kalimit të një faze nga faza e konstituimit të kuvendit tek faza e krijimit të qeverisë, e kemi të pamundshme me kalu në fazën tjetër për ditë numrat. Për faktin që po t'i ketë edhe opozita numrat, atëherë ata do të votonin kryesinë e kuvendit dhe pastaj radha pas 15 ditë sigurisht, sepse është një qartësi kushtetuese ku e kemi veç interpretimin kushtetues për çështjen fjalë. Ndërsa në situatën që jem është jo e rastishme, ne po e presim tani një vendim i gjykatës kushtetuese për votimin e fshehtë, nuk mendoj që zgjidh problemin ajo, sepse ashtu siç deklaroi unë, secili deputet mund ta votojë nëse mendon, besoj që Kosova është aq e lirë sa secili deputet nëse ka bindje politike që mund një kryetare kuvendit është e përshtatshme, mund ta votojë dhe nuk duhet të futemi në këto matematikat e fshehta sepse pastaj ka ne u krijuar një standard të mirë. Votoni vetëm vot kundër propozimit komisionit për votimin e fshehtë. Unë jam ai deputeti që votoi propozimin për votimin e fshehur. Është një prej propozimeve që unë nuk jam pajtuar. E para në fillim kur janë kryer zgjedhjet dhe ne jemi dakorduar për të pasur një votim të hapur. Edhe kjo u kanë dakorduar. Aty është marrë vendimi që ne do të votojmë hapur. Për të ndryshuar ky proces duhet të kthehemi prapë te ai takimi edhe ta ndryshojmë procesin. Dhe sipas meje
i kam dyshimet e mia pse duhet votohet fshehur. Domethënë, çka ka ndodhur, cili është ai deputet që është gjendje me votu fshehur dhe ju hopur. Gjata, duket që ka atmosferë brenda kuvendit, brenda atyre diskutimeve që ndonjë deputet i partive opozitare në formën e fshehtë do ta votonte, kandidatin e vetëvendosjes e që në formën e hapur nuk mund ta bëjë këtë? Unë nuk e besoj. Unë nuk e besoj sepse prapë do të ketë bllokat, sepse partitë cilat po pretendohet që mund të kenë deputet për aty në partive në votimet e caktuara nuk vinë sallë fare. Dhe pastaj prapë si kemi ata deputet. Dhe kjo lloj e sigurimit deputetëve në formën klandestine, po menoj që është e papranueshme dhe nuk duhet krijojmë standarde të cilat ndoshta dikur do t'i përdorë dikush tjetër. Unë po menoj që shteti është shteti i gjithëve. Shteti nuk duhet me mbet peng i asnjë individi, dhe unë menoj që secili person duhet ta thret mendjen sepse Kosova nuk është një në momentum të mirë kur ne po e shefni që as vendet mike nuk kanë kujdes ndaj neve, nuk kanë asnjë interesim qoftë edhe për të na kritiku. Dhe ne normalisht duke pa një situatë botnore ku ka luftë mes lindjes dhe perëndimit, ne kemi ngecë duke tentuar me zgjedh një kryetare të Kuvendit të Kosovës dhe për një me edhe qytetarët edhe ne nuk është që po ndihemi mirë dhe më ju thonë drejt, ndoshta do dëshiroja që mos t'isha pjesë e këtij konstelacioni politik. Megjithatë, zoti Berisha, përveç se jeni pjesë, votat e pakicave, sidomos në këto rrethana kur një pjesë e madhe deputetëve bllokojnë dhe nuk bashkërëndojnë ose nuk bashkëpunojnë, kanë shumë rëndësi, apo jo? Absolutisht. Përveç atyre takimeve publike që tashmë i dim që keni pasur me kryeministrin e tyre, a ka pasur thirrje të tjera nga partia fituese për të dhënë votën ose u është ofruar ndonjë favor në ndryshim të qëndrimit, pozicionit tuaj? Ne kemi pas një fillim të mbarë, do të thonë ka qenë një komunikim jashtëzakonisht i mirë, i nevojshëm në momentin e kohës, dhe jemi dakordu dhe në parem jemi pajtu që mund të bashkëqeverisim. Pa i diskutu detajet e formës se çfarë përgjegjësie do të na besohet neve. Edhe ka kalu tash një kohë, gati 3 muaj kur ka ndodhur ato biseda dhe prej atëherë, me qenë se jemi në këtë situatën Konsillit Kuvend dhe vota ime ka qenë pro zgjedhjes së kryetares, nuk ka pas ndonjë pengesë, nuk kemi pas ndonjë takim tjetër, qoftë nga mandatari i parë apo qoftë edhe nga parti tjera politike, sepse kemi ngecë një momentum ku po dihet botërisht qohem me nxes në 48 orë në radhës, vim, është një lloj deja-vu-je njëjtë, madje edhe tekstin që lexon kryesuesi e kemi mësuar përmendsh, dhe kjo vërtet nuk ka kuptim. Dhe nuk e di se si është plani, ju dini kemi zgjedhje lokale, ka aludime që pretendohet me shku në zgjedhje me zgjedhje lokale, nuk e di a janë zgjedhje, sepse neve sa kemi dalë prej një palë zgjedhjeve, edhe të njëjtit drejtues partive politike edhe në zgjedhjet e ardhshme do të vinë. Nëse me këtë mendësi të tanishme do të vinë prapë, nuk mendoj, prapë do të kemi blokada. Do njerë për gjithmonë janë 2 momentume donika që unë mendoj që duhet të zgjidhen në Kosovë. Është kjo zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, mendoj sa më parë edhe presidentja, sepse në takimin që ne kemi pas me presidentin kanë propozuar që dërgoje sa më parë në kushtetuese sepse na duhet një interpretim, edhe për çudi nuk ka shkuar akoma një propozim. Kjo duhet të interpretohet sa më parë në mënyrë që mos bllokohemi sërish apo të dalim nga kjo situatë, edhe çështja e dytë është çështja e zgjedhjes së presidentit. Duhet të eliminohet, duhet të ndrohet nga forma e zgjedhjes nga Kuvendi, duhet të eliminohet të vijë forma e zgjedhjes drejt për drejt nga populli. Sepse kjo formë kur ne na duhen 81 deputet, normalisht që edhe në situatën që jemi na pengon, sepse secili kryeministër që bëhen këtë kohë e din që bëhet deri në zgjedhjen e presidentit, sepse nuk arrin dot me i bëhet 81 deputet. Megjithatë, zoti Berisha, pse konsideroni që gjatë gjithë kohës për gjitha këto blokada dhe kriza politike duhet futet lojë gjykata kushtetuese dhe pastaj disa këto rregullat e lojës? Ka të bëjë me polarizimin e thellë politik apo çka po ndodh me partitë politike në vend? Donika është shumë normale në një shtetëri që edhe gjykata, edhe kushtetuesja, edhe gjykata kushtetuese, domethënë her pas here në këto blokada e ka rolin e vet për të dhënë qartësi. Në rastin e Kuvendit na kemi pas për qeverinë, ka shkuar një kërkesë e ka qartësuar. Edhe në rastin e Kuvendit, për ata është gjykata kushtetuese. Por në këto raste do duhet që dikush të vepronte, ajo vetë nuk mund të jap një vendim pa kërku. Domethënë në këtë moment nuk ka dërgu kërkues kërkesë. Unë mendoj që prapë është rojtari kryesor i demokracisë në këtë vend, sepse ne mund të interpretojmë kushtetutën dhe ligjet në fuqi ashtu siç na konvenon neve politikisht. Por vendimin e fundit duhet të jap gjykata kushtetuese si institucioni kryesor kredibil për me dhënë interpretim dhe është detyrues për neve. Tashti ne nuk është se si dim rregullat.
por interpretojmë kur gjejmë hapësirë, në këtë rast ka defekt kushtetues sepse s'ka një interpretim të qartë, atëherë normalisht e përdorim sepse na konvenon për një situatë. Nuk janë numrat, dhe në këtë rast, sigurisht që qeverisë i konvenon me najtë në pozicionet cilat i ka, qeveritare, dhe të njëjtën kohë po e përdorë për të qenë paraditet deputet, pas dite pjesë të qeverisë, është një situatë e cila në historitë parlamentare ka me qenë një model ma i keq i mundshëm, sepse nuk ka një praktikë tillë. Nuk mund të ushtrohen dy mandate i njëjti person. Gjatë kryeministri përfaqëson parti tjera, deputet tjerë po thonë që vetë ata po ja zgjasin mandatin, pa një marrëveshje politike, tha dje që po ja zgjasin mandatin. Tani a është pak fajtore dhe deputet tjerë, partive tjera aty brenda kuvendit që po votojnë në këtë formë, apo gjithmonë po vim të kjo marrëveshja politike ose një zgjidhje nga ana e gjykatës kushtetuese? Të gjithë, unë thashë në fillim, të gjithë kemi përgjegjësi në formën tonë, sepse të gjithë e shohim formën tonë me logjikën e bllokimit, jo me logjikën e zhbllokimit. Dhe mbi këtë bazë edhe kryeministri mund të ketë të drejtë sepse e ka një momentum, është një propozim për të votuar një kandidat, dhe unë mendoj sepse kam votuar vetë dhe unë jam një prej opozitorëve, por kam për të votu, për të kalu në një fazë tjetër që na jep me kuptua i ka kryeministri numrat. Është e drejtë sigurisht, edhe këtu është ajo kompromisi, sepse në rast se partit tjera kërkojnë ndryshimin, ndrimin e kandidatit, edhe kjo është e mundshme. Domethënë, në fundit edhe kjo mund të bëhet. Edhe pse për mu nuk ka pas ndonjë problem, por derisa partit tjera kanë ofru, kanë thonë ne do ta votojmë për ndro kandidatin, ose kanë ja propozime të cilat janë konë këtë pranueshme, atëherë ndoshta edhe zoti kryeministër do duhet vepronte për shkak të interesit të vendit dhe mbi këtë bazë mendoj që të dy partë kanë përgjegjësi. Dhe zoti Berisha në mesin e këtyre diskutimeve ka qenë shumë diskutabile kohëve të fundit, gjatë gjithë kohës që kryeministri ka thënë që i ka numrat për qeverinë, por nuk i ka numrat për formimin e qeverisë, në anën tjetër nuk po mund ta kushtoj kuvendin e Kosovës. Mesin e atyre votave a është edhe vota juaj pro qeverisë kurti ose edhe ndonjë qeveri tjetër si do të votoni ju në rast se vjen kuat e mandatari? Ja mundu me bo shumë të qartë pozicionin tim, edhe nuk kam lëviz prej ditës parë sepse njerëz e interpretojnë ashtu që shdojmë, por e kam bo të qartë. Kryetari i kuvendit për mua është i pranueshëm dhe do ta votoj. Kemi pas diskutime të para, a mund të bashkëpunojmë në aspektin qeverisë. Kam thonë po, kanë qenë disa prej kërkesave të mia, kanë qenë disa prej parimeve të mia dhe zoti Kurti në atë kohë ka treguar shumë vullnet që të i përmbush ato cilat janë, sepse sipas tij kanë qenë të pranueshme dhe për atë. Domethënë ne kemi mbet në atë fazë diskutimit që ne mund bëjmë, por akoma nuk jemi ul për ta finalizuar të marrëveshje, për ta kuptuar drejt, për t'i vendosur në letër, sepse unë do të hi në një marrëveshje që do të jetë e shkruar dhe ta kuptoj drejt për përgjegjësitë. Në këtë fazë, domethënë nuk mund të flas se a do ta votoj qeverinë Kurti, kam thënë që në situatën në cilën ne jemi, do të votoj pas një kusht, se cilën qeveri, për dal nga situata, për dal nga ky bllokim i cili është i dëmshëm për Kosovën, se cilën qeveri që vjen i ka 61 deputet, unë jam deputeti 61 pa problem për të kalu qeverisja, për të kalu qeveria. Ndërsa do të jam pastaj pjesë asaj qeverie, apo jo matutje, ajo mbetet për të diskutu, dhe ne nuk e kemi problem i mbrojt interesat e komunitetit egjiptian, edhe nga një pozicion opozitor, vetëm që zoni janë të jetë i fuqishëm edhe të shtyjmë proceset prare. Pra, si Parti Liberale Egjiptiane, nuk jemi pengus, por normalisht në një mirë kuptim dhe në një respekt ndërsjellë, sepse vërtet e kam thënë edhe ka filluar me u bë virale kjo punë. Ai që do të na respektojë dhe do ta respektojmë. S'mund të jemi partner në qeverisje me dikën i cili nuk ka me na respektu kërkesat e komunitetit egjiptian edhe rrjedhimisht përgjegjësinë që na jemi të gatshëm me morën këtë shtet. Dhe flasim tani në pjesën e dytë të bisedës pikërisht për respektimin, drejta, diskriminimin edhe mënyrën se si po trajtohen komuniteti egjiptian. Këto ditë keni shënuar ditën nacionale të egjiptianëve, komunitetit egjiptian. Megjithatë, zoti Berisha duket që ka nisur shumë bar shënimi ditës, apo jo? Keni pasur kritika edhe me mënyrën se si është bërë një organizim nga zyra kryeministrit, pastaj ka pasur një kërcënim në anën tuaj dhe pastaj keni vazhduar me disa aktivitete. Çka po ndodh si janë shënuar këto ditë? Çfarë atmosfere po shënohet dita nacionale? Unë si një prej politikanëve që jam në politikë aktiv prej vitit 2014, kam arrit me kriju një frymë që komuniteti egjiptian ka qenë ma miri përfaqësuar, ka marrë pjesë në aktivitete kur është shënuar dita e komunitetit egjiptian. Unë shfrytëzoj rastin me uru komunitetin egjiptian për ditën, duke u lutur dhe duke u zotuar që bashkërisht duhet bëjmë ma mirë për një pozitë ma të mirë për ta. Është e vërtet që rikthimi në kuvendin e Kosovës
më ka ja përgjithësi sepse unë kam premtu që ai komunitet do të vazhdoj të manifestoj, do të vazhdoj të shtetit të jap mundësi ma tepër për të deklaru, për të manifestu, sepse është ditë feste dhe shënohet me për të promovu vlerat ma të mëdha. Dhe normalisht unë si një prej përfaqësuesve ju kam drejtu shtetit, qeverisë me kërkesat që duhet ta decentralizojmë aktivitetin nga një tryezë e cila është shumë simbolike dhe pa peshë, të bëjmë aktivitetin në teren ku komuniteti do të manifestoj vlerat e tyne. Nuk kemi hasë një mirë kuptim, arsye ka qenë, nuk ka qenë praktike deri tash. Edhe kjo praktika deri tanishme, normalisht që neve komunitetin egiptian e ka dëmtu shumë, sepse ka fillu... që nuk ka qenë praktik sa vite, apo gjatë... To 4 vitet e fundit, sa kanë qenë në qeverisje zoti Kurti, dhe në kohën kur keni pasur një ministër komunitetit tuaj në qeveri, aq më tepër ne kemi pas një ministër që vjen vetë nga komuniteti, dhe është dëshmu që vetë kryeministri ka dëshmu që nuk e pas praktika të manifestimeve në komunitet. Edhe kjo neve na kanë dëshku gjatë gjithë kohës për këto 4 vjet, dhe unë i kam thënë që praktikat e këqija duhet largohen. Ne jemi të gatshëm me bë praktikat mira, urdhëron zoti kryeministër ta ndryshojmë këtë diskursin. Dhe fatkeqësisht nuk kemi hasë në mirë kuptim, kemi hasë në një neglizhencë çuditshme, sepse gjithë ato aktivitete javore kanë pas me u bë nën patronatin e kryeministrit, pra ja kemi dhënë mundësi kryeministrit me ofru me komunitetin, me manifestu me pa komunitetin nga afër, dhe çuditërisht kësaj radhe nuk ka pas vullnet, dhe ne kemi pas një tryezë nga zyra e kryeministrit për komunitete e cila ka qenë organizim në mos koordinim të plot me ne, është mbajt me datën 20 në vend që të mbaj me datën 24, sepse dita e komunitetit egjiptian është me datën 24, nuk ishte simbolet e komunitetit egjiptian, nuk ishte figura cilat janë meritore për qenë pjesë ati këtë aktiviteti, dhe nuk ishim planifikuar asgjë që të mbahet me komunitetin, dhe normalisht unë në tryezë e shfrytëzova drejtën time për të pasqyru pozicionin real dhe gjendjen reale të komunitetit egjiptian, dhe normalisht ajo shfaqi pak knatësi aty, dhe pastaj pas atij takimi kishte një lloj reagimi, i cili ishte verbal, ishte një lloj kanosje, ishte kërcënues, edhe ishte një lloj sulmi. Brenda objekteve të qeverisë në prani në disa zyre ku ishte afër aty edhe kryeministri apo jo. Po am reagim apo çfarë? Me datën 20, mbas atij fjalimi, domthonë në dalje të asaj salle ku ne mbajtëm, hasa në një pengesë e cila erdhi nga personi i dytë i ministrit Elbert Krasniqi, zotri Fazli Stolla, i cili kërkoi që emri i tij të mos përmendej asnjëherë, për faktin që unë e përmenda si autor të amblemës që është e ditur që në vitin 2015 zoti Stollaj ka qenë kryesuesi i atij komisioni ku udhëheq, dhe ka dalë vetëm ambleme e cila ka qenë e pranueshme për krejt, edhe është votuar në ulqin të Malit të Zi, dhe ka qenë e pranueshme. Dhe sipas gjithë neve dim që zoti Stollaj është autor, dhe s'bëra asgjë më keq. Dhe ajo i pengoi sepse sigurisht jam mësuar që mos kritikohen në publik, jam mësuar që të mos mendohet mendimin ndryshe, dhe normalisht zoti Stollaj e përdori një veprim shumë të ulët, shumë të lehtë, doli në rrugë dhe tentoi të më friksoj dhe të më ndaloj prej deklarimeve dhe mendimeve të mia, të cilat nuk do të ndalen asnjëherë përballë interesave të komunitetit. Dhe gjithashtu e keni denoncuar edhe në institucione apo jo? Sigurisht. Unë jam jurist dhe di të drejtën time, edhe ka elementet veprës penale, unë jam zyrtar, jam person që përfaqësoj komunitet, jam i zgjedhur, jam deputet, e kam një imunitet, edhe normalisht me përballje diskutime mund përballet secili, por asnjëherë me kanosje dhe me përballje fizike, sepse ka një ligj që më mbron, edhe normalisht zoti Stollaj do duhet ta dinte edhe të mos vepronte në formën e ultëmendshme. Unë kam pas shumë respekt për atë person, jam mundu gjithherë me respektu, por megjithatë për mua ka rëndësi shumë gjendja komunitetit egjiptian dhe ndryshimi përballë secilit individ, kushdo qoftë ai, edhe përballë zotit Stollaj. Dhe zoti Berisha, tani vetëm ky rast tregon që komuniteti egjiptian gjatë këtyre viteve, gjatë qeverisë së kaluar, nuk është trajtuar me dinjitet dhe me respekt. Cila është sot situata në komunitetin egjiptian gjatë qeverisë së Kurti? Apo ati përmirësim të mirëqenies së tyre, a kanë më shumë vende pune, a marrin shërbime më të mira? Cila është situata? Për të qenë realisht, sepse situata e egjiptianëve, domethënë, ka qenë e rëndë që nga pas lufta. Edhe në periudha
kohore her pas here jemi mundu me bë diçka me ndryshu ka një fushë tjetër. Për shembull, ka pas vetë ose mandat kur kemi ndikuar në çështjen e arsimit, vetë në çështjen e punësimit dhe gradualisht gjendja e egjiptianëve ka filluar të ndryshojë. Edhe nuk ka qenë asnjëherë mirë, por në 4 vitet e fundit për egjiptianët ka qenë fat sepse kishim një mundësi më të madhe politike, kishim një ministër i cili ishte për 4 vjet ministri i qeverisë së Kosovës i zgjedhur nga egjiptianët e i cili ushtronte pozitën e ministrit e cila është e rezervuar për minoritetet jo serbe. Edhe ai kishte këtë drejt plot dhe ishte në një prej ministrive më të fuqishme dhe më të mundshme për të ndihmu egjiptianët për të ndryshuar pozicione. Thoni që kishte pozicion të rëndësishëm i cili mund ndikonte në përmirësimin e mirëqenies. Ishte ministri i pushtetit lokal dhe ministri i pushtetit lokal kishte të gjitha drejtat që të merrte informacione për punën e komunave në raport me komunitetet, sepse ata njerëz jetojnë mbi kompetencën e territoreve të komunave, nivelit lokal. Dhe kishte fonde të caktuara ku zoti ministër mund t'i drejtonte në zgjidhjen e problemeve të tyre. Për shembull, në jetën në infrastrukturë më të mirë, në ndërtimin e një banimi cili mund t'jetë i qëndrueshëm. Kemi raste plot kur ka pas raste diskriminimi dhe racizmi qoftë në komuna, qoftë në nivel qendror. Niveli i punësimit ka shkuar në rënje, domethënë nuk ka pas për periudhën që kemi lëviz, nuk ka lëviz matutje, domethënë nuk ka ecë në këtë periudhë kohore, nuk ka pas investime kapitale që kanë mujt me ndryshuar gjendjen e komunitetit tonë. E as më tepër si referencë kemi regjistrimin e fundit të popullsisë ku egjiptianët kanë dalë në 2000 më pak, për dallim prej krejt komuniteteve tjera që janë rrit me mirat e tjerë, ndërsa tek egjiptianët ka pas zvoglim dhe në këtë aspekt konsiderohet që egjiptianët në formë të heshtur po shkojnë drejt asimilimit. Dhe kjo është shqetësuese për ne dhe normalisht që do ta lejojmë dhe do të kërkojmë se egjiptianët me kanë më mirë. Po, dhe në rast se thirreni ose keni një kërkesë nga ana e kryeministit dhe detyrë, çka konkretisht do të kërkoni për komunitetin egjiptian dhe a do t'i adresoni këto shqetësime të cilat thoni që nuk janë adresuar gjatë mandatit të Krasniqit sa e kishte këtë ministri? Ne kemi vepruar ashtu siç dime dhe mundohemi. Domethënë jemi parti politike që kem bindje politike, kem vizion, e dim pse jemi politik. Fillimisht me zotin Kurti kemi të i kalu disa pengesa që kemi mujtë mi pas të kalume, sepse kam qenë një lloj opozitore dhe normalisht është punu shumë që në mos t'jam pjesë e kuvendit. Por nuk kanë arrit me bo këtë punë, sepse egjiptianët kanë një vullnet dhe kanë vedije, kanë vendosur me qenë pjesë e kuvendit. Shpunu thoni çfarë forme është punu? Ka pas... Ndikime të drejt për drejta? Të drejt për drejta. Zotë kryeministër ka dalë në fushat elektorale ku ka lobu për konkurentin tim politik, ka lobu ka kundër lobu për mu, ka pas lloj deklarata të cilat u mundu me instalu një lloj detyrimi bindje për njerëz për me votu Elberti, mos me votu Vetoni, kështu që kjo ka qenë e papranueshme për një kryeministër të vendit, sepse ajo për mua është një personalitet që duhet merret me politika të mëdha, po jo të ndërhyjë në vullnetin e egjiptianëve. Dhe kjo u tej kalu. Edhe u pajtuam që kjo s'duhet më ndodh, mos sepse po e kupton që nesër mund të jem partner dhe duhet të qeverisim. Dhe unë veprimin e parë të mundshëm që e kam bë, e kam dorëzuar një program i cili ka qenë program elektoral, sepse unë kam thonë, unë nëse vi në kuvend, ka me i kry këto punë, që nisi me arsimimin, me punësimin, janë 11 pika. Edhe kam dorëzu një dokument që është e rregulluar me jeta e komunitetit egjiptian edhe përgjithësitë e institucioneve që janë në raport me atje, sepse ata e kanë dorë, shteti e ka dorë mi rregullu ato çështje. Zoti Kurti i ka pranu, domethënë i ka lexuar si çështje dhe kanë qenë të pranueshme. Dhe kjo është shtyllë kryesore. Domethënë kjo është argumenti kryesor nëse zoti Kurti do të jetë i gatshëm ta nënshkruajë dokumentet, zotohet që ai do t'i arrijë, kjo është kushti im kryesor. Domethënë që programi të jetë i realizueshëm dhe të çata fatë se kur do të zgjidhen dhe si do zgjidhen. Mendoj që është e drejta jona kushtetuese, për ata i kemi vendet e garantuara, për ata jemi përfaqësues të komuniteteve dhe normalisht për mua kusht kryesor është respekti ndaj kërkesave të komunitetit egjiptian. Mbi të gjitha, sigurisht që Kosova ka rëndësi shumë për mua, sepse egjiptianët do të përfitojnë në rast se Kosova ecë, detyrimisht që edhe egjiptianët kanë me qenë. Megjithatë, zoti Berisha, tani kjo situata e komunitetit egjiptian në Kosovë, a është pak edhe si pasojë e këtij mos bashkërëndimi brenda komunitetit dhe atyre që i përfaqësojnë në institucione si ekzekutive dhe legjislative ajo? Unë mendoj që asnjë kryeministër nuk duhet bie në ndikimet politike ose referencat ose tendencat që me kanë dikush më afër kryeministit apo jo.
secili kryeministër e din shumë mirë që vjen kryeministër i vendit që ka me përfaqësu të gjithë, përfshirë edhe komunitetin egjiptian. Dhe ai duhet i shef, secili kryeministër duhet i shef fillimisht qasjen e njerëzve, a e kemi pozitive. Nëse unë kërkoj ma tepër për komunitetin egjiptian, secili kryeministër do të me mirëprit, edhe me thonë që ja ku e kemi një plan, hajde ta realizojmë, edhe ta shef komunitetin ma afër. Unë menoj që edhe kryeministri Kurti, edhe secili du t'jetë mik i Kosovës, edhe ne si egjiptian, jemi mësu me qenë me qenë të sinqert. Edhe mi u tregu gjendjen reale të komunitetet dhe jo me dhonë statistikat cilat vërtet nuk janë qëndrushme. Në takimin që u tha, nuk e besoni, nuk ishte mediume, por aty nga të pranishmet që ishin pjesë e partisë ministrit, ata thanë që egjiptianet janë duke jetu mrekullueshëm. Edhe ja është bërë çdo punë e cila është e zgjidhur. Dhe nga këtu Donika vetëm 5 minuta. Zyrtar qeverisë pasqyroi gjendjen jo reale të komunitetit egjiptian në Kosovë. Mjafton unë dhe ju dhe mediat 5 minuta nga këtu të shkojmë edhe të shohim se si jetojnë egjiptianët. Domethënë është faktike, është reale, është gjatë që shihet dhe nuk mund të themi diçka që nuk ekziston. Si jeton sot një familje egjiptiane, zoti Berisha, nëse mund të na sqaroni pak? Me shumë vështirësi, në situatën në cilën jemi ku inflacioni, rritja e çmimeve, mosmbështetja institucionale, edhe mos kujdesi, dhënia mundësisë që për të përfitu. Unë çdo ditë ballafaqohem me probleme të shumta, qoftë njerëz që kanë probleme shëndetësore dhe nuk kanë mundësi me pas kujdes shëndetësor sepse kostoja është shumë e madhe. Qoftë për mbijetesë për të çu fëmijë në shkollë, ose për të vazhdu tutje studimet, ose për të investu në... Që është problematike shumë e madhe për komunitetin e egjiptian. Absolutisht, është një për argument arsyeve që për shkak kushteve ekonomike, braktisja është në rritje të madhe, sepse një familje ka shumë pamundshme me mbjetu dhe gjenë si lehtësim të ndalë fëmijën nga shkolla, ndoshta ta çet në rrugë për të përfitu dhe për të ndihmu dhe e nal nga procesi mësimor. Dhe kjo normalisht në një shoqëri që jemi na, kemi me pas një fëmijë i cili po rritet në shtëpi, po rritet duke kërku lemosh, ndoshta duke bë punë, edhe pastaj fëmiji është normalisht pa një profesion, ka me mbet gjithmonë i pambështetur. Dhe nuk ka kësi politika që vërtet ka me prek jetën në ndryshimin e egjiptianëve në thelb, por ka vetëm si përfaqësore, edhe mi u thonë drejt kjo është e papranueshme dhe nuk mendoj që një kryeminist i vendit ka me koni suksesshëm nëse nuk ka me bë veprime konkrete në komunitetin egjiptian. Dhe po besoj që krahas këtyre diskriminimit dhe rasizmi vazhdon të jetë në nivelin e njëjtë apo jo në këtë komunitet. Jo deni, na ballafaqohemi, nuk ka javë ose muaj që nuk kemi një rast kur e kap syri i kamerës dhe publikon raste, veç paramendone çfarë reagime ka kur e kap syri i kamerës. Edhe paramendone në çka ballafaqohen njerëz kur nuk i shef askush. Edhe këtu mendoj që e kemi një problem shumë të madh shoqëror. Çka do të bëjmë ne? Na jemi të ofenduar, domethënë është një lloj, nëse hyn ti në secilin publikim që e bëj, madje edhe dje kur ishim në takimin me presidenten, u pretëm, jemi kategori kushtetuese, kemi kontribuar në luftën çlirimtare të Kosovës, kemi dhënë 3% në fondin vendlindje thret. Jemi pjesë e shtetë ndërtim, sepse ky vend është i joni. Madje edhe në atë publikimin e presidentes kishim plot komente ofenduese. Me emër mbi emër persona të cilët ndoshta po të ketë shtet edhe ligj, prej atyre komenteve mund të vepron secili prokuror edhe me i thirrën pyetje, sepse nëse ai na akuzon për çështje që ne nuk i kemi, atëherë normalisht dikush duhet me na mbrojt, dhe kush duhet me na mbrojt? Shteti. Dhe unë mbi këtë bazë konsideroj që shteti i Kosovës ka mu dëshmu sa është demokratik, në rast se ka me ditë mi respektu pakicat. Në këtë rastin tonë, është obligim për shtetin që ne me na dhonë hapësirë dhe mundësi me jetu ma mirë. Tek e fundit shteti është i joni, është i përbashkët, mune me ka në numër ma pak, por kjo shumica ka me dëshmu se sa është e gatshme me përkra dhe me zhvillu pakicën. Po, atëherë zoti Berisha, faleminderit shumë që ngritet të gjitha këto shqetësime për komunitetin tuaj. Ishte kënaqësi, edhe një herë shfrytëzoj rastin nëse më lejoni, me uru komunitetin egjiptian, edhe me i lutë që mos me u dorëzu përballë çfarëdo padrejtësie, sepse vetëm këtë formë do t'ja dalim me të respektuar në Kosovë. Po, urojmë edhe ne. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dhe me këtë intervistë